Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Menduh Thaçi ka akuzuar sot kreun e BDI-s Ali Ahmeti se në takimet e liderëve nuk ka përfaqësuar çështjen shqiptare, por se ka folur me gjuhën e Gruevskit dhe në mbrojtje të tij. Sa i përket kërkesave të shqiptarëve në këto takime, Thaçi është shprehur se të njëjtat janë bërë nga PDSH-ja dhe jo nga BDI-ja, ndërsa është shprehur i bindur se këto kërkesa të shqiptarëve nuk do të realizohen kurrë. Zoti Ahmeti në të gjitha takimet e liderëve gojën se ka qelë. Figurativisht, në takimin e 4, unë i kam thonë para se më nënshkruajt dokumenti, o Pilivan, një fjalë, asë një fjalë, sidomos pas publikimit të bombave të liderit të opozitës Maqedonas. Çështja e dytë, do të merrni të Leoni, ekziston dokument faktik prej emailit partisë tonë, kur kërkesat tona janë dërgu Komisionit Evropian dhe grupit punës që është udhëhequr nga një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian, që janë 7 kërkesat e njohura. Çështja e tretë, pasi zoti Ahmeti thotë se të gjitha kërkesat fundamentale dhe vetë BDI-ja të shqiptarëve i ka parashtruar në tavolinë dhe ka arritur të bëjë pjesë e marrëveshjes, pyetja është shumë logjike. 12 vjet zoti Ahmeti dhe BDI-ja, çfarë kanë bërë në qeverisje të vendit? Çështja e 4, po ja jap të gjitha kërkesat ai ka bë, unë s'kam bë asnjë kërkesë, të gjitha kërkesat ai ka bë pjesë të marrëveshjes. Megjithatë, duhet konstatoj këtu para gjithë opinionit shqiptar se këta kërkesa nuk do të realizohen as njëna. Mu duke shokante deklarata se ajo është për kujdes që mos të degenerohet Gruevski apo të poshtnohet Gruevski dhe mos të denigrohet Zaevi. Zoti Ahmeti sillet sigurisht komisioner i Han, sigurisht vetë Bashkia Ndërkombëtare. Zoti Ahmeti haron se ai katërsipërisht është përgjegjës objektivisht dhe subjektivisht njësoj si Gruevski. Sa i përket qëndrimit të PDSH-s jashtë kësaj qeverie, Thaçi ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë në qeveri të korruptuar. Nëse ju një qeveri e vlerësoni si të kriminalizuar, si të korruptuar, qeveri që shkel ligjin dhe të drejtat e njeriut, qeveri që i dërmon mediumet, atëherë s'keni pse të merrni pjesë, vetëm duhet të punoni fuqishëm, ta bini Bashkinë Ndërkombëtare, të kemi zgjedhje demokratike dhe ferë dhe këtë qeveri ta mund. Thaçi me këtë rast është shprehur se shqiptarët nuk duhet pritur prej PDSH-s se do i realizojë këto kërkesa, sepse maksimumi që ka bërë kjo parti është bërja e tyre pjesë e tavolinës. Kjo sepse PDSH-ja ka numër shumë të vogël të deputetëve. Thaçi këtë komente i bëri pas takimit të sotëm me ambasadorin e OSBE-s në vend.